Koalicioni Vlen rrezikon të mbetet pa asnjë ndërmarrje publike në kuadër të qytetit të Shkupit, derisa kryetari i qytetit të Shkupit Orse Gjorgjevski ditë pas dite emëron drejtor të ndërmarrjeve. Për Vlenin ende nuk është e qartë se cilat ndërmarrje do i takojnë si partner të koalicionit. Madje për këtë çështje dy taboret nuk kanë pasur as marrëveshje paraprake zyrtare. Nga Vlen për Alsat thonë se nuk e kuptojnë Gjorgjevskin pse ngutet me emërimin e drejtorëve, qoftë edhe thjesht si ushtrues detyre, e që ndërkohë negociatat ende nuk kanë përfunduar. Në qytetin e Shkupit po shohim një nxitim me emërimet, edhe pse bëhet fjalë për ushtrues detyre, ndërsa negociatat ende nuk kanë përfunduar. Ne në Vlen nuk funksionojmë me logjikën kush e zë i pari karrigën. Pozicionet që do të udhëhiqen nga Vlen janë pjesë e një procesi që po zhvillohet me kujdes nga grupet e punës. Më mirë të marrim një vendim të sakt, pak me vonesë, sesa të nxitojmë në një përgjegjësi që ka ende proces për t'u qartësuar. Gjorgjevski deri tani ka emëruar ushtrues detyre në higjienën komunale, në rrugë dhe rrugica, ujësjellës e kanalizim, në QP Shkup, Drislla dhe parkingun e qytetit. Pa drejtor të ri deri tani kanë mbetur vetëm parqe Gjelbrime dhe Llajka. Megjithatë, siç mëson Alsat, ka mundësi që Gjorgjevski të mos i jep Vlenit as këto dy ndërmarrje, pasi nuk ka qenë i kënaqur nga mbështetja e tyre në zgjedhjet lokale, veçanërisht në rrethin e dytë. Tentuam të kontaktojmë Gjorgjevskin, por nuk ishte i kapshëm, por pak ditë para zgjedhjeve, Gjorgjevski njoftoi se me Vlenin do të veprojnë së bashku. Секако како коалиционен партнер, господинот Тизет ми е силна поддршка изминатиот период и партнерски ќе делуваме и со управувањето на главниот град. Para se të ndryshoj pushteti lokal me ndërmarrjet publike në qytetin e Shkupit, partitë shqiptare kanë menaxhuar gjithmonë më së paku dy prej tyre, kryesisht me higjienën komunale dhe me parqe e Gjelbrime. Gjorgjevski në ndërmarrjet publike parkingu i qytetit ka emëruar Vladimir Kronevskin, të cilin VMRO DPMN para 3 viteve akuzonin se si ndihmës drejtor ka siguruar mbi 400 parkingje falas për funksionar të pushtetit. Në rrugë dhe rrugica është emëruar Boris Nastov, i cili në këtë post ishte edhe në fillim të mandatit të Danela Arsovskës. Në ujësjellës e kanalizim është emëruar Ivan Mitrovski, zëvendës kryetari deri tanishëm i komunës së Kisalavodës. Në QP Shkup, Sashi Ilievski i punësuar në ndërmarrje për shumë vite. Në higjienën komunale u emërua Dragi Mitkovski, ndërsa në Drislla, Stefqe Trpkovski ish kryetari Sopishtes.